Përshëndetje të gjithëve. Kush e ka vizituar ndonjëherë Beratin, e di mirë se një nga shijet më të veçanta të kësaj zone është pikërisht kabunia, një ëmbëlsirë tradicionale që përgatitet me përkushtim në çdo kuzhinë me aromën karakteristike të kanellës dhe të karamelit. Sot do të sjell këtë recetë mrekullueshme në versionin tim, por gjithmonë me shijen autentike të Beratit. Në një tigan shtova 1 filxhan të çajit me sheqer dhe e karamelizoj. Sapo të shkri sheqeri plotësisht, në një tenxhere tjetër unë kam zier mish qingji. Në fakt kabunia e ka me mish dashi. E kam kulluar mishin e qingjit, i kam larguar atë yndyrnën dhe e kam gati. Do ta mas me filxhan, do shtoj 4 filxhan të çajit me lëng mishi, filxhani i 4, jo plot. E shkrim karamelin. Derisa mos të ngelen më copra sheqerit të karamelizuar. Në një tigan tjetër shtojmë gjalp. Sapo të shkri gjalpi, do shtojmë 1 filxhan e gjysmë me oriz. Do t'i bëjmë një skuqe orizit më parë. E kam larë orizin, e kam kulluar dhe e kam gati për ta gatuar. I dham një skuqe të lehtë. Në këtë moment është gati për të bashkuar me lëngun e mishit dhe karamelin e formuar. Nuk do ta lëm me këtë ëmbëlsi, por do t'i shtoj dhe pak sheqer. Nuk po e mas sheqerin, por gjithsesi ëmbëlsia është opsionale. Nëse nuk e doni shumë të ëmbël, mos e shtoni sheqerin. I shtojmë 2 lugë të çajit me kanellë, disa kokra karafili, i bëjmë një përzierje të mirë. Kanella do pak kohë që të bashkohet me pjesën e lëngut të kabunisë. Unë rrushin po ja shtoj në këtë moment, pasi nuk e dua të thatë rrushin, por do ta lë të zijë bashkë me orizin. Nëse e doni pak më të thatë rrushin, do t'ja u them momentin kur duhet ta shtoni. E lëm të zijë avash avash derisa të përtithen plotësisht lëngjet. Punoj me temperaturë të ulët, ndryshe nga pilafi që nuk përzihet, kabunia përzihet her pas here. Në këtë moment lëngjet janë përtithur. Në këtë moment, nëse doni, mund t'i shtoni rrushin e thatë. Nëse e doni jo shumë të zier rrushin. E kemi lënë ta përthithin lëngun. I vendosim kapakun. Ky është momenti për ta fikur sobën. E lëm të pushoj për 10 minuta dhe e kemi gati për ta shërbyer. E vendosim në forma ose në mënyrë të çrregullt. Unë disa pjata po i bëj me këtë formë dhe disa pjata të tjera me një formë të rrumbullak biskote. Mund t'i shtoni pak kanellë sipër, por nuk del shumë e bukur, por shija sigurisht që është më e mirë, por mund ta lini edhe kështu pa i shtuar kanellë fare sipër. Dhe shikojeni sa e mirë që duket. Shpresoj ta provoni dhe t'ju pëlqej po aq sa ne kjo recetë. Mos harroni të bëni like, share dhe të më shkruani mendimin tuaj në komente. Faleminderit që më ndoqët.